kanë përfituar apo jo fëmijët gjatë kohës ku babai ka qenë në jetë. Dhe këto gjëra nuk mund t'i mësojmë dot, sepse është një sekret familjar. Do thot dikush, zotëri këtu ke një vrasje. Jam dakord me ty, kemi vrasje, por nuk mund të dalin të gjitha në shesh, a kupton? Duhet të mbajmë edhe pak pjesën e dur, hetimore, sekreti, traditat, gjërat. Po aludoni të çështjen deri. Sepse urdhro? Po aludoni për çështjen deri. Jo, shiko, nderi, ta kuptojmë nderi, si ta kuptojmë është puna nderin, se po t'ishte çështje nderi nuk do të bëni këtë vrasje. Sepse nderi çfarë ka të bëjë? Me reputacionin. Pra që tjetrin mos më diktoj ky është kështu, ai kështu, jo ky, e kupton? Pra çështja nderi, çfarë nuk kupton? Që askush mos të cënoj reputacionin tonë. Prandaj, duke qenë në këto kushte, të cilët janë të pamjaftueshëm për të kuptuar dhe qytetarët vet çfarë ka ndodhur në atë familje, sepse ajo familje ka një problem. Problemi është se familje çfarë është konkretisht? Ne duhet kuptojmë diçka. Çfarë ndodh në ngjarjen konkrete? Ndodh ajo çfarë? Individët nuk është se kanë thënë të vërtetën ashtu siç duhet ata të cilët janë përfshirë. Dhe duke qenë se ata që janë përfshirë nuk kanë thënë të vërtetën, do të thotë që të vërteta do të dali kur do të shfaqet në fund fare në apel. Pse do të shfaqet në apel? Pse kjo gjë? Sepse pikërisht në apel mbaron gjithçka. Është jeta vdekje. Prokuroria s'ka mundësi të bëj veprime tani, edhe apeli çfarë shqyrton? Gjithë çështjen apo vetëm procedura? Jo, apeli shikon përpara vendimarrja që është në përputhje me ligjin, një kjo, a është bërë e drejtë ajo kualifikimi i veprës penale apo gjatë hetimeve ka akte të cilat nuk të japin të kuptosh qartësi që po autori që është ai që sot është dënuar në shkalla e parë, në një vendim jo të formës prerë, dhe kur kemi këto fakte, gjykata bën rivlerësim të provave të cilat i kanë në fashikull. Nuk mundet të rihap nga e para procesin në rast se njëra nga palët nuk e kërkon, por në rastin më ekstrem, gjykata e apelit, duke parë dhe të studuar, flasim për një gjykatë pavarur të paanshme që studion, një gjykatë që merr dosjen aty dhe bën vetëm këtë gjë, kështu sa për sy fal, t'ia tregojmë qytetarëve se tjetër është kur e thua dhe tjetër është kur e shikon, Për shembull, kam këtu dosje, edhe merr gjyqtari dhe bën kështu. A quhet lexim ky? Në fund fare lënia në fuqi të vendimit të shkallës parë. Kjo është drejtësia sot. A kupton, jeta e njeriu është kështu sot. Gjyqtari shkallës parë, çfarë bëri nderuar? Ti fol sa duash, ne flasim aty. Themi ato, ja shkruajmë, se do të shkruaj, ja shkruajmë. Edhe ai e shikon ti. Kjo është reforma, kjo është drejtësia. Në vend ti thoje lexore njeri i botës aty që je. Se duhet japësh drejtësi për atë je emëruar. Nuk je emëruar të ma thuash ti, jo gjykata vonon ose vonon, jo gjykata dhe kështu me radhë atë justifikosh në aftësinë tënde. Prandaj kjo është kështu. Po e kaloj gjykata apelit kështu, sigurisht do letë në fuqi vendimi shkallës parë. Shumë e thjeshtë. Pra, në rast se gjykata e bën këtë gjë që po të them tani këtu kështu, e kupton. Ai ka paragjykuar themelin. Pra çfarë ka bërë? Akt notarial. Prandaj kjo vrasje për mendimin tim të zbardhët është të ndihmoj komunitetin. Jo të zbardhët thjesht na tregoj, kush ka qenë thashë themi, ka qenë i keq babai, nëna, ky tjetri. Pra, e kupton, në këtë aspekt, në rast se ne do të merremi, atëherë kemi humbur çdo gjë. Prandaj, në rast se ka një gjykatë që do ta shqyrtojë, ta shikojë ashtu siç duhet, duhet ta hetojë ashtu siç e përcakton ligji. Qartëse. Avokat, faleminderit shumë. Edhe ju falenderoj për ftesën.